Zotja Biligo, çka presin sot për takimit me zotin Kurti? Pres që të vazhdojmë me gjëna vetme që duhet të bëjmë, që është konstituimi i kuvendit. Nuk ka asnjë arsye që të vënohet konstituimi i kuvendit, po më lejoni shkoj takime, pas takimit do adresohem të konstituohet kuvendi. Sa më parë. Duhet të ketë seancë konstituive, nuk ka nevojë të vonohet me konstituimin e kuvendit, duhet votohet edhe kryetari i kuvendit dhe kryesia e kuvendit. LDK-ja s'ka kërkuar, as kërkon që të bëhet ose të ketë vënisa të tilla, por tani kjo është përgjegjësi edhe e partisë së parë, e cila qëllon që ka më të vjetrin në seancë aty, të ulur në karrikën e kryesuesit të kuvendit. Po nëse është bërë për taktik negociuese, e ta themi shumë qartë, LDK-ja as nuk nështrohet, e Republika nuk dorëzohet. Pra, as nuk nështrohemi, as nuk dorëzohemi. Tani po shkojmë takip, pas takimit shohim. Po përpiqemi sa më mirë të përfaqësojmë interesat e Kosovës, popullit të Kosovës dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Pas takimit deklarohem edhe para medjave në kuvendin e Kosovës. Ju falenderit.